Paditi diellën për imazhin flet për herë të parë aktori Anila Bisha. Kush nuk do kryeministrin më uren edhe mua. Në 11 shator 2025, asistentja virtuale Ilbenia Diella mori një detyrë të re atë të ministres së parë të krijuar me inteligjencë artificiale. Por në këtë detyrë aktori Anila Bisha, që kishte pranuar që imazhi i saj të përdorej për avatarin e platformës Ilbenia, nuk është pyetur. Me këtë pretendim, artistja dorëzoi pak ditë më parë në gjykatën administrative të shkallës së parë, Tiranë, një kërkesë procedurale për marrjen e masës së sigurisë së padis. Aktoria ka reaguar për herë të parë për Deutsche Welle, ku shprehet se ndihet e cënuar në imazh. Ishte diçka shumë e rëndë sa i përket imazhit tim, gjërat filluan të përdoreshin ndryshe. Kjo është një kauzë shumë e rëndësishme, mund t'i ndodhë edhe ndonjë kolegu tim dhe një njeriu të panjohur, shumë e rrezikshme. Jam person publik, kam krijuar një emër shumë të bukur. Publiku më donte shumë. Dua s'dua, një pjesë që nuk do kryeministrin më urren edhe mua, pa pasur asnjë lloj lidhje, është shprehur ajo për Deutsche Welle. Sipas mbrojtjes, nga përdorimi pa autorizuar i të dhënave personale, Anila Bishës i është shkaktuar një dëm i madh, i menjëhershëm dhe i pakthyeshëm.